Përshëndetje miq, mirë se erdhët tek Të jetosh besimin. Sot do të flas për shëmbulltyrën e thesarit të fshehur, vlera që justifikon çdo sakrificë. Jezusi i Nazaretit tregon këtë shëmbulltyrë, e cila ndodhet tek Mateu kapitulli 13, vargu 44. Aty shkruhet: Mbretëria e qiejve është si një thesar i fshehur në ar. Njeriu e gjen, e fsheh përsëri dhe i gëzuar shkon dhe shet gjithçka që ka dhe e blen arën. Në këtë shëmbulltyrë Jezusi na tregon që mbretëria e Zotit nuk është thjesht diçka e mirë, por më e mira, aq e çmuar sa gjithçka tjetër bëhet dytësore, tretësore përballë saj. Njeriu nuk shet gjithçka nga detyrimi, por nga gëzimi. Ai nuk humb, por në fakt fiton. Një personalitet që e mishëron këtë të vërtetë është dhe filozofi matematikani i famshëm me emrin Blaise Pascal, i cili mund kishte zgjedhur famën, por pas përvojës së tij shpirtërore ai shkroi: Unë kam gjetur Zotin Abrahamit, Isakut dhe Jakobit, jo Zotin e filozofëve. Për Pascalin, mbretëria u bë thesari i fshehur. Dituria nuk ishte kulmi, maja, por mjeti. Si thoshte edhe Platoni, kur njeriu shet të mirën e vërtet, gjithçka tjetër zbehet. Lejoni të ndaj për ju disa të vërteta që dua të mbesin tek ju. E para, mbretëria gjithnjë zbulohet, nuk të imponohet. Është fjala për mbretërinë e Zotit. Njeriu që e gjen thesarin, ai nuk po e kërkonte domosdoshmërisht, por kur e pa, e njohu vlerën e tij. Kështu ndodh shpesh edhe me Zotin. Ai na gjen ne përpara se ne ta gjejmë atë, dhe kur ne kuptojmë çfarë kemi parë, çfarë na është zbuluar, atëherë gjithçka tjetër bëhet hije. E vërteta e dytë, gëzimi është motivi i sakrificës. Në shëmbulltyrën e Jezusit, njeriu që gjen thesarin shkon dhe shet gjithçka me gëzim, jo nga frika, jo nga detyrimi, por sepse ka zbuluar diçka më të madhen, dashurinë e vërtetë, thesarin më të shtrenjtë që kushton gjithçka dhe ja vlen çdo sakrificë për të. E vërteta e tretë, vlera e mbretërisë së Zotit është absolute. Gjithçka tjetër ka vlerë relative. Vetëm mbretëria e përjetshme e qiellit, e Zotit, ka vlerë përfundimtare. Të dashur miq, shoqëria jonë na mëson të grumbullojmë para status, ndikim, siguri, por Jezusi na mëson të krahasojmë çfarë ka vlerë të përkohshme dhe çfarë ka vlerë të përjetshme. Kierkegaard i thoshte, tragjedia e njeriu nuk është se humb shumë, por se humb gjën e gabuar. Ndaj miq, më lejoni sot të ndaj me ju disa pyetje. Çfarë quaj unë thesarin më të madh të jetës time? Çfarë quan ti thesarin më të madh të jetës tënde? Për çfarë jam gati të sakrifikoj? Çfarë po mbaj me aq forcë sa pikërisht që po mbaj me forcë në jetën time nuk më lejon të marr atë që ka vlerë të përjetshme. Shpesh nuk është se nuk duam Zotin, nuk duam mbretërinë e tij, por nuk duam të heqim dorë nga siguria jon, kontrolli, krenaria, rehatia, mirëqenia jon. Të dashur miq, ju lutem kujtoni që mbretëria e Zotit nuk blihet me para. Nuk mund të merret përmes një statusi social apo shoqëror, nuk mund të merret me asgjë tjetër përveç se nëpërmjet një zbulese që Perëndia na jep kur neve dëgjojmë ungjillin dhe ai na zbulon birin e tij të dashur, Krishtin, që të bëhet shpëtimtari dhe Zoti ynë. Shpresoj që keni gjetur këtë thesar, thesarin më të madh, mbretërinë së bashku me mbretin mbi mbretër dhe Zotin mbi zotër, Krishtin. Ju ftoj që të lutemi së bashku dhe të kërkojmë që Zoti vërtet na zbulojë mbretërinë e tij, kuptimin për mbretërinë e tij, qëllimin e lartë së mbretërie dhe të jap kuptim jetës tonë. Atë që Lord të falenderojmë për dashurinë tënde të madhe. Të lutem hapi sytë e mi që të mund të shikoj thesarin e vërtet, thesarin tënd, dhe të kem një zemër të gatshme që të lë gjithçka tjetër pas, gjithçka që është dytësore, dhe të zgjedh atë që është parësore. Mos më lejo Zot që të ngatroj vlerën e vërtet, jetën e vërtet, me rehatin, as me pasurin, as me gjithë kësaj bote. Bëj mbretërinë tënde thesarin tim të vetëm dhe të vërtet. Bekoj gratë dhe burrat që janë duke më ndjekur sot o Zot të ditë, ata dhe familjet e tyre. Udhëhiqi dhe drejtoj.
Dhe lutem të zbuloj thesarin tënd të vërtet, Krishtin. Në emrin e Jezusit. Amen. Zoti me ju miq, mezi pres ju takoj sërish nesër.